Përshëndetje të dashur dhe mikesha, ja ku takuam përsëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Sot do të flasim për kuptimet e fjalëve dhe në shkurtim do të marrim fjalën bene. Ose në bene mirë, por në gramatik do ta themi ndaj folje, në rregull. Do të fillojmë pa humbur kohë me këto mësimet, ose me këtë shembull që kemi këtu më mirë. È un bravissimo giovane, ne parlano bene tutti. Është një djalë shumë i mirë, të gjithë flasin mirë për të. Siamo andati ben 2 volte a fargli visita all'ospedale. Shkuam atje 2 herë për t'i bërë vizitë në spital. Kam nënvizuar domethënë kam nënvizuar me qëllim që ta dini pse e kam nënvizuar, e kemi marrë si mësim dhe kush e mban mend le ta lejë të komentet pse çfarë zëvendësion kjo lia. Domethënë është burr apo grua, ata që kanë vizituar në spital. Li voglio un bene dell'anima. Pra e dua jashtëzakonisht shumë. Come vanno i tuoi studi? Si po ja çon me mësimet? Di bene in meglio. Shumë mirë. Bene o male abbiamo chiuso la questione. Mirë apo keq, biseda u mbyll ose çështja u mbyll. Speriamo bene che lui guarisca presto. Le të shpresojmë që ai të shërohet shumë shpejt. Forse non ti piacerà ciò che ti dirò, ma sappi che te lo dico a fin di bene. Ndoshta nuk do të pëlqejë ajo që do të them, por dije se ta them për të mirën tënde. Ben gli sta, se lo meritava proprio. Mirë ti bëhet, e meritonte. Questo vestito le sta bene. Ky fustan ju ri shumë mirë. Më falni sepse ndoshta kur po lexoja nga që po e mbaja me një dorë tabletin, ndoshta lëvizë shumë. Tani duke qenë se u përktheva, po e fokusoj edhe një herë pa lëvizur. Në rregull, për çdo që paraqart ose nëse doni në një fjalë ose në një fjalë tjetër që doni të dini kuptimin, mund t'i lini të komentat. Faleminderit për vëmendjen dhe mirë dëgjofshim.